Në një seancë që do drejtohet nga deputeti më i vjetër dhe më i ri në moshë, ata që tashmë kanë fituar mandatin për deputet në këto zgjedhje, duhet të mblidhen e të bëjnë betimin si dhe zgjedhjen e kryesisë së re. Afati për këtë tashmë ka nisur dhe duhet të realizohet brenda një muaji. E pa dhënë ndonjë datë të caktuar, presidentja e vendit Vjosa Osmani deklaroi se gjithçka do të bëhet sipas afateve kushtetuese. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme. Nga shoqëria civile nuk presin të ketë shtyrje në zgjedhjen e kryetarit e nënkryetarit të kuvendit. Ndodh seanca e parë konstituive, nuk ndodh zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Pauza nuk guxon të ndodhë më shumë se sa 48 orë të tjera. Kuvendi mbledhet në orën e 4:09 pas mbajtjes së seancës paraprak. Me zgjedhjen e tyre, më pas pritet formimi i qeverisë. Presidenti automatikisht e thret mandatarin, në kuptimin që e thret partinë e parë që ka dalë, edhe i kërkon mandatarin dhe në kohën kur ai ja kthen shkresën me mandatarin, ky mandatar ka afat pasaj 15 për ta themelu, për t'ia propozuar kuvendit qeverinë, dhe në rast se ky merr votën, formohet qeveria edhe i kryen punë të veta. Nëse në herën e parë në këtë rast lëvizja vetëvendosje nuk arrin ta bëjë një gjë të tillë, atëherë kjo e drejtë mund t'i jepet partisë së dytë. Në rast se edhe herën e dytë dështon, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje të reja, jo më larg se 40 ditë.